Rruga e Lurës së fundmi kam bërë që Lura të jetë një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistë vendas dhe të huaj. Kemi diskutuar bashkarisht para se të mbaroj rruga që do bëhet rruga dhe do ta gjetë pa përgatitur për fluksin e turistëve që do vinë. Dhe ashtu ndodhi. Por tani forcat të gjithë, bashkia, emigrant, lurian, kudo që janë, të vinë, të ndërtojmë, të shtojmë numrin e shtretërve, të shtojmë numrin e bujtinave, e cila të jetë më e frekuentuara jo vetëm në Dibër, por edhe në Shqipëri. Të gjitha këto objekte që janë qendër Lurës do të bëhen fasadat dhe çatit. Shumë shpejt do fillojmë edhe me rrugën e liçenëve. Kea projekte të tjera, bashkia dhe qeveria për Lurën. Lura do të jetë epiqendra e investimeve të Dibrës për periudhën në vazhdim. Fjalët e mia dua t'i them jo si politikan, jo si drejtues politik i qarkut Dibrës, sepse deputet dhe drejtues politik, majtas e djathas do të vinë, do të shkojnë, do të vinë tjerë, por dua t'i them pak fjalë zemre si një dashamirës i Lurës me të cilën që në vitin 2009 e deri më sot nuk më është ndarë na njerë shpirti, me përjashtim me periudha pak të shkputura, por gjithmonë me shpirt dhe me zemër me Lurën, që ditën kur me rastin e 100 vjetorit pavarësisë vendosëm bustin e Dom Nikol Kaçorit, birit Lurës, ati që ka vënë firmën tek ajo pavarësi që sot gëzojnë shqiptarët. Ardha e rrugës tu, shive sa njerëz ka. Vjetë ka qenë 50% të këtyre që janë sot. Si mjetë është dy fishuar. Kjo vetëm saj të asfaltimit të rrugës. Infrastruktura është kryesore për zhvillimin e Lurës.